dhe një raport të opozitës, ka 2 raporte se Këshilli i Mandateve nuk doli me një raport, nuk doli me një vendim të përbashkët, po do të lexohet raporti i opozitës nga përfaqësuesi i Partisë Demokratike i opozitës, zoti Bylikbashi, besoj, ka një raport të mazhorancës do të lexohet, besoj, nga avokati i korrupsionit, zoti Manja, që është përfaqësuesi i mazhorancës, dhe pastaj kalohet në votim, ku do të ketë një votim i hapur me elektronik. Nuk ka diskutime mbi këtë pikë të rendit të ditës, dhe pastaj kalohet në pikat e tjera të rendit ditës, që për mendimin tim nuk ja vlen të vazhdohet dhe të përballesh apo të diskutosh në atë parlament. Qytetarët që janë jashtë duhet të jenë në shumicë dhe besoj dhe shpresoj të jenë në shumicë qytetarë të paangazhuar, përveç demokratëve që janë të përhershëm në protest, unë mendoj që nesër duhet të jenë socialistë të ndershëm, që ndihen të vjedhur, që zëvendës kryeministri apo përfaqësuesi e tyre politike është kapur me presh në dorë dhe kërkon të mbrohet me anë të imunitetit dhe nuk dorëzon imunitetin, është prezumimi pafajësisë, këta kanë besim tek drejtësia, kanë besim tek SPAK-u, se deri dje kanë thënë që SPAK-u është një krijesë e tyre, i kanë dhënë shpatën në dorë, atëhere s'ka pse të ketë frikë, por të dorëzoj imunitetin vullnetarisht zonja Balluku dhe mbos të bëj karshillëk duke zbritur në qarkun e Fierit me fuqinë që i ka dhënë kryeministri përsëri si drejtuese politike e konfirmon dhe de facto nuk ka asnjë funksion përveç këtij funksioni, pra përveç de juro të qenurit si drejtuese politike e qarkut, drejtuese politike e Partisë Socialiste për Firin. Në fakt de juro vërtet nuk